Përgjigj, ç'a mu lut mo, nuk është kjo reagimi besimtarit. Besimtari nuk është i nxituar, nuk është ai që fatkeqësisht për shkak të rrethana të caktuara ndërton mendim të gabuar për Zotin e tij. Ai ka mendim mirë për Allahun xhallahu ala. Thot gjithmonë e din Allahu më mirë. E din Allahu më mirë kur vjen zgjidhja. Allah e din më mirë kur bën zgjidhje. Allah e din më mirë pse më ka sprovu. Ai e din më mirë. Edhe çështja është. Çështja është, ai e din më mirë se ti ose unë. Mirë po, duhet me ushqy këtë bindje. Këtë bindje duhet me ushqy, duhet me rujt, që tjetë funksionale në situatat të ndryshme. Mos me lëviz nga ky pozicion i të qendrit, Rabi Allah si kushet ceka dhe me zemër të mbushur, mendim të mirë për Zotin, me zemër të mbushur, bindje në Allahun, me zemër të mbushur, mbështetje të vazhdueshme të pa rezervë në Allahun te bareku te ala. Kjo është muslimani. Andaj, Allah me dashtë, me çka e ka ndryshuar situatën e Jusufit alayhis. Jusufi alayhis a ku në burg? Ka shpife e gruaja për te se ky e ka ngacmu. E ku në kundërta? E kanë shtim burg, e kanë denu, pa faj, pa asnjë faj. I hujnë atë vend, ngjafshëm s'ka pas. Don komplet i ka pas rrethana që mos më dal për burgu. Me çka e kanë dhirë Allah për burgut? Me çka? Një ondër e ka po mreti, edhe pi burgu e ka po ministrë atë. Dërë Allah gjendja atë.